Kjo mund të jetë arsye e tragjedisë ajrore të Boeing 787. Hetuesit besojnë se avioni Dreamliner i Air India i Boeing kishte gjeneratorin e energjisë emergjente në punë kur u rrëzua javën e kaluar në Ahmedabad, të Indisë, raportoi mërkurën Wall Street Journal. Boeing tha se do t'i referohet Byros së Hetimit të aksidenteve të avionëve të Indisë. Prodhuesi motorëve GE Aerospace nuk u përgjigj një kërkese për koment. Sistemi i njohur CRM Air Turbine gjeneron energji elektrike dhe presion hidraulik për të siguruar që pilotët të mund të kontrollojnë aeroplanin edhe nëse të dy motorët dështojnë. Gjetja paraprake ngre pyetjen nëse motorët e aeroplanit funksionuan siç duhet gjatë ngritjes. Dreamliner ishte i pajisur me motorët GNX të GE Aerospace Boeing 787. Dreamliner me 242 persona do udhtonte drejt aeroportit Gatwick të Britanisë kur filloi të humbasë lartësinë. Të gjithë pasagerët përveç njërit vdiqën në katastrofën më të keqe të avionit. Autoriteti mbikëqyrës së sigurisë aviacionit tha të martën se mbikëqyrja e flotës avionëve të Boeing tek Air India nuk zbuloi shqetësime të mëdha për sigurinë.